Horoskopi ditor, 19 nëntor 2025, dashi, kjo ditë është e favorshme për të lidhur më shumë me të tjerët, sidomos në çështje që prekin anën emocionale, financat ose marrëdhëniet e thella. Mund të ndjesh një tërheqje të fortë ndaj dikujt, një afrim që nuk vjen shpesh dhe që ka peshë emocionale. Po ashtu, mund të përfitosh nga njohuritë, talentet apo burimet e njerëzve përreth teje. Planifikimet e menduara me kujdes shkojnë shumë mirë sot. Është ditë e mirë për të bërë llogaritë dhe për të parë më qartë hapat e ardhshëm. Ndërsa dita ecën, mund të vijë një ndriçim i brendshëm, një ide ose një kuptim i ri për një marrëdhënie të vjetër ose për mënyrën se si funksionon psikologjia jote. Diçka e fshehtë që se ke parë më parë mund të dalë në sipërfaqe. Kjo nuk është një periudhë për të frikësuar nga introspeksioni, të kthesh vështrimin nga vetja mund të ndihmojë të kuptosh më mirë plagët, dëshirat apo lidhjet e tua. Mund të vijë edhe një lajm për një kredi, një borxh, apo një çështje financiare që të ndryshon mënyrën si e sheh situatën. Edhe një detaj i vogël nga e kaluara në një marrëdhënie mund të japë një të vërtetë të madhe. Sot merr një shenjë, një tregues, por jo një përfundim. Dera hapet, por ende nuk je në fund të korridorit. Demi, sot është një ditë që të jep qetësi, besim dhe një lloj ngrohtësie të brendshme. Edhe pse jemi një ditë para hënës së re dhe energjitë po mbyllen, ti ke një ndikim pozitiv që të ndihmon të besosh më shumë tek vetja dhe tek rruga jote. Marrëdhëniet me të tjerët funksionojnë mirë. Ka harmoni, mirëkuptim dhe bashkëpunim. Ti jep dhe njerëzit të rikthejnë të njëjtën energji pas, sidomos miqtë dhe ata që e duan mirëqenien tënde. Edhe në situata 1-1, qoftë me partnerin, një mik të afërt, apo dikë që të këshillon, po merr ndihmë, mbështetje dhe saktësi në komunikim, sot ke edhe aftësinë të shohësh më thellë probleme të vogla ose të mëdha. Një detaj në një marrëdhënie, një situatë që e ke lënë pezull, apo një kujtim i vjetër mund të ndriçohet sërish. Diçka nga e kaluara, një person, një ndjenjë, një bisedë, po e shikon me sy ndryshe. Po hapen shtresa të reja që nuk I ke parë më parë. Kjo vjen sepse dielli dhe Merkuri retrograd po afrohen drejt një pikë takimi, duke të çuar në gjysmën e ciklit të rikthimit. Do të zbulosh, do të kuptosh, por ende nuk do kesh përgjigjen finale. Kjo është periudha e rishikimit, e rikonfirmimit dhe e përpunimit të gjërave. Nuk ke të gjitha faktet, por ke dritën e duhur për të parë ku duhet të mendosh më thellë. Binjakët, sot është një ditë që të favorizon në mënyrë praktike, sidomos në punë, karrierë, shëndet dhe organizimin e jetës tënde të përditshme. Je I hapur për bashkëpunim dhe njerëzit po të përgjigjen njësoj, me ndihmë, me ide, me fjalë që të motivojnë. Ka një energji të butë dhe pozitive që të jep qetësi dhe e bën më të lehtë të marrësh vendime. Kur ndihesh mirë me veten, edhe performanca jote rritet. Sot ti ke pikërisht këtë ndjenjë, një balans që të frymëzon për të bërë më të mirën tënde gjatë ditës, sidomos ndërsa kalon ora, mund të kuptosh diçka të rëndësishme lidhur me punën, shëndetin ose rutinën tënde. Mund të vijë një informacion, një detaj që nuk e ke parë më parë, ose një moment ndriçimi që ta qetëson mendjen. Kjo vjen nga takimi I diellit me Merkurin retrograd tek shtëpia jote e 6, zona që lidhet me produktivitetin dhe mirëqenien. Sot mund të ndihesh edhe në rolin e këshilluesit, duke ndarë njohuri, përvoja ose këshilla që u hyjnë në punë të tjerëve. Ti mendon ndryshe, në mënyrë më analitike dhe jashtë kutisë, dhe kjo është vlera jote. Qasja jote e veçantë ndihmon në zgjidhjen e problemeve që të tjerët si shohin dot qartë. Idetë që po krijohen tani nuk janë të rastësishme, do të kenë peshë më vonë. Je në një lloj pike kthese, po largohesh nga paqartësia dhe po afrohesh drejt një kuptimi më të qartë të asaj çfarë të sjell punë. Rend dhe ekuilibër në jetë. Ende nuk je në destinacion, por rruga po ndriçohet pak e nga pak. Gaforia, sot është një ditë shumë e favorshme për lidhje dhe komunikim, sidomos në fusha që lidhen me romancën, krijimtarinë, edukimin, shkrimin, botimet, çështjet ligjore apo argëtimin. Mund të shfaqet dikush që të frymëzon, të nxit të shohësh më larg dhe të besosh më shumë te vetja. Energjia e ditës të shtyn drejt rritjes, përmirësimit dhe hapave të rinj, bisedat që bën sot, idetë që të lindin ose takimet që ndodhin rastësisht mund të shndërrohen në pika kthese. Duket sikur universi po të çon drejt një drejtimi të ri, më të qartë, me diellin që afrohet me Merkurin retrograd, po ndryshon mënyra si e sheh të ardhmen. Po mendon më thellë.
por i shikon planet të vjetra dhe po zbulon mënyra të reja për t'i realizuar. Çfarë nuk funksionoi më herët, sot mund të marrë kuptim të ri, ka gjasa, të rikthehet një person nga e kaluara, të ringrihet një çështje ose mendim që nuk e ke përballur plotësisht, të shohësh një situatë të vjetër me sy krejt të ndryshëm. Luani, sot vëmendja jote është e përqendruar tek bota jote e brendshme, tek marrëdhëniet intime dhe tek familja. Është një ditë ku ndihesh më i mbrojtur, më i kuptuar dhe më i lidhur me njerëzit e tu të afërt. Ata që ke pranë, me fjalë apo me sjellje, të japin mbështetje dhe siguri. Mund të krijosh edhe lidhje të dobishme që lidhen me çështje financiare, pronat, iniciativat në shtëpi apo planet familjare, lidhjet emocionale sot forcohen. Mund të kesh biseda që të afrojnë më shumë me dikë, ose thjesht të kuptosh më mirë se çfarë të duhet për të ndjerë i stabilizuar dhe i qetë. Gjithashtu, sot mund të lindë dëshira të rikthesh vëmendjen tek e kaluara, një situatë familjare. Një kujtim, një vendim i vjetër që kërkon qartësi. Ti nuk po e bën këtë nga nostalgjia, por për të kuptuar më mirë rrënjët e një çështjeje që ende të ndikon, me diellin dhe mërkurin retrograd që afrohen, po formohet një kuptim i ri për diçka që lidhet me shtëpinë, familjen ose botën tënde personale. Nëse ke qenë i pasigurt për një çështje, sot mund të shfaqet drita e parë që të tregon drejtimin e duhur. Idetë që të vinë sot, qoftë nga bisedat, qoftë nga reflektimi, janë të rëndësishme. Të vendosin në një pozicion ku e sheh realitetin më qartë dhe ku mund të ecësh përpara me më shumë maturi. Megjithatë, nuk është dita për të marrë vendime të prerë. Është dita për të vëzhguar, për të marrë shënime, për të reflektuar. Lëri idetë të piqen dhe pastaj vendos kur të shohësh gjithçka më kthjellët. Virgjëresha, sot është ditë e mirë për bashkëpunime dhe për të afruar me njerëzit rreth teje. Energjia e ditës sjell harmoni, qetësi dhe mirëkuptim të ndërsjell. Ajo që jep, sot kthehet pas me të njëjtin intensitet. Nëse ofron mirësi, do marrësh mbështetje, nëse shpreh ide, të tjerët do t'i dëgjojnë me respekt. Ke mundësi të krijosh kontakte të dobishme që lidhen me arsimin, interesat personale, komunikimin apo çështjet e lëvizjes dhe transportit. Mund të marrësh një këshill të vlefshme, një informacion që të ndihmon, apo të gjesh dikë që të mbështet qartë në atë që po kërkon të arrish. Gjithashtu, sot mund të ringjallet një interes i vjetër. Një ide, një pasion, ose një mendim që dikur e kishe lënë pas dore, tani shfaqet sërish me dritë tjetër. Me diellin dhe mërkurin retrograd që afrohen, mendimet e tua po thellohen dhe po e sheh realitetin me një sy të ri. Idetë që formohen sot, sidomos ato që lidhen me mësimin, komunikimin, njerëzit përreth, fqinjet ose motrat e vëllezërit, kanë peshë të madhe. Mund të jenë fillimi i një rruge të re, një projekti afatgjat, ose një ndryshimi të rëndësishëm në drejtimin tënd. Megjithatë, edhe pse sot mund të kesh një klikim të brendshëm, nuk është dita e duhur për të nisur projekte të mëdha. Ende ka informacion që mungon, ndaj merr kohën tënde dhe lëre panoramën të plotësohet. Bisedat që bën sot, veçanërisht ato që prekin të kaluarën apo tema që dikur kanë qenë të vështira, mund të sjellin qartësi dhe zgjidhje. Peshorja, sot njerëzit duken më të hapur, më të gatshëm të mbështesin dhe më të gatshëm të bashkëpunojnë me ty. Energjia e ditës është e butë dhe e favorshme për të ndërtuar marrëdhënie të dobishme, sidomos në fusha praktike si puna, financat dhe shëndeti. Mund të gjesh mirëkuptim nga kolegët, të marrësh një sinjal pozitiv nga punëdhënësi, ose të kesh një bashkëbisedim të dobishëm me dikë që ndikon drejt për drejt në stabilitetin tënd. Pace e ditës është e qetë dhe e kontrolluar, asgjë nuk të nxit, dhe kjo të ndihmon të marrësh vendime më të maturuara. Po ashtu, sot është e natyrshme të kthehesh pas në kohë, të marrësh ide të vjetra. Ti rishikosh dhe ti shohësh me një sy më praktik, me diellin që afrohet me mërkurin retrograd në shtëpinë tënde të dytë. Mendimet e tua sot janë përqendruar te financat, sendet personale, siguria dhe komoditeti. Mund të shfaqet një ide se si të menaxhosh më mirë paratë, si të zvogëlosh shpenzimet, ose si të përdorësh më me mençuri atë që ke. Megjithatë, kjo nuk është dita për të firmosur, vendosur, apo finalizuar diçka të rëndësishme. Ka ende detaje që nuk i ke parë, dhe historia që po zhvillohet përpara teje ka ende kapituj të pazbuluar.
Sot është dita e vëzhgimit, analizës dhe qartësimit të brendshëm. Akrepi sot ndjen një shtysë të fortë për të shprehur, për të lidhur me të tjerët dhe për të bërë i dukshëm. Populariteti yt rritet, njerëzit të dëgjojnë me më shumë vëmendje dhe prania jote krijon më shumë ndikim se zakonisht. Ndjesia është sikur diçka brenda teje çliron një bllokim të vjetër, një frikë, një pasiguri, një peng që më parë të mbante mbrapa. Në këtë fazë, po kupton fuqinë e informacionit. Nuk je duke u hedhur me kokë në vendime, por po mbledh të dhëna, po vëzhgon dhe po analizon. Kjo të jep përparësi, me diellin dhe mërkurin retrograd që takohen pikërisht në shenjën tënde, mendja jote kthehet te vendime. Marrëdhënie apo situata që ke lënë pezull. Çdo reflektim që bën sot është i rëndësishëm. Mund të shohësh të shkuarën me një kënd krejt të ri, sikur një perde hiqet dhe të jep pamjen e plot të asaj që dikur nuk e kuptoje. Ka gjasa të ri shfaqet një person, një emocion i vjetër ose një temë që ke shtyr gjallë. Kjo nuk vjen për të shqetësuar, por për të shëruar. Sot është momenti të përballesh me fajet, frikërat apo keqkuptimet që të kanë ngrënë energjinë. Duke i parë ndryshe, çlirohesh. Nuk është koha të marrësh vendime të mëdha, por është koha të kuptosh veten më mirë. Shigjetari, sot, i dashur shigjetari, do të tërhiqesh nga qetësia dhe kohët e mira të kaluarës. Është një ditë e mirë për të relaksuar dhe për të lidhur me ndjenjat e tua, si dhe me njerëzit që kujdesen për ty, aktivitetet që të ndihmojnë të reflektosh mbi veten ose të bisedosh me familjen ose miqtë e ngushtë do të jenë të dobishme. Transitet e sotëm të diellit dhe Merkurit në retrograd të ndihmojnë të kuptosh më mirë ndjenjat të thella ose problemet që kanë mbetur pas zgjidhje. Mund të merresh shenja ose ide nga ëndrat e tua ose nga ndjesitë që vinë natyrshëm gjatë ditës. Ndonjë sekret ose një njohuri e re mund të ndihmojë të shohësh një situatë të kaluar në një dritë të re dhe të kuptosh se si ta lëshosh diçka që të pengon. Pra, përdore këtë ditë për reflektim, qetësi dhe për të marrë vendime të menduara për të ardhmen. Bricjapi, sot, i dashur Bricjapi, do të ndihesh në formë të mirë për të lidhur marrëdhënie me njerëz që të mbështesin dhe të ndihmojnë. Diplomacia dhe mënyra e sjelljes mund të të çojnë larg. Marrëdhëniet që janë të dobishme për të dyja palët janë në fokus. Aktivitetet artistike ose romantike do të kenë energji pozitive. Tani tërhiqen njerëz me ide të reja dhe progresive, dhe bashkëpunimi me miq ose grupet mund të fuqizojë. Do të ndihesh më i lumtur, më kreativ dhe me më shumë mundësi për të zgjeruar ndikimin tënd. Dielli dhe Merkuri në retrograd po afrohen në sektorin tënd të lidhjeve sociale, ëndrave dhe shpresave. Kjo do të sjellë informacione, biseda ose lajme që mund të japin një perspektivë të re mbi vendimet ose situatat e fundit. Mund të lidhen me miq, projekte ose marrëdhënie. Është një ditë e mirë për të vëzhguar, për të përpunuar informacion dhe për të rifilluar interesa ose plane të vjetra. Edhe pse këto ide janë ende të freskëta dhe në fazë zhvillimi, ato të vendosin në rrugën e fillimeve të reja. Ujori, kjo javë është e favorshme për lidhje me njerëz që lidhen me biznesin, qeverinë ose bankat. Ujori, sot mund të krijosh lidhje të mira me dikë që ndan vlera të ngjashme ose ide biznesi. Bashkëpunimi dhe misia mund të sjellin përfitime praktike dhe mundësi të reja. Gjithashtu, mund të ndihesh i nxitur të rishikosh idetë, projektet ose vendimet e fundit, sidomos ato që lidhen me biznesin ose çështje më të mëdha afatgjata. Ambiciet, karriera, përgjegjësitë dhe reputacioni janë në fokus, ndërsa dielli dhe Merkuri në retrograd po afrohen në harmoninë e tyre. Është një moment i mirë për të parë drejt objektivave të gjata, për të zhvilluar ide të reja dhe për të kuptuar se cili është hapi yt i ardhshëm në drejtimin që po ndjek. Peshqit, sot, peshq, do të ndiheni të lumtur duke ndjekur qëllime që të japin ndjesinë e rritjes dhe produktivitetit. Lidhjet pozitive me të tjerët do të kenë një rol të fortë sot. Mund të ndodhë që dikush të motivojë për të qenë më i pavarur dhe më i sigurt në vetvete, ose mund të ndihmosh dikë tjetër, dhe kjo është shumë shpërblyese. Shikimi yt për jetën është pozitiv dhe produktiv.
Është një kohë e mirë për të shijuar miqësitë, për të ndarë ide, për të punuar në projekte dhe për të mësuar gjëra të reja. Suksesi dhe mundësitë po të tërhiqen natyrshëm dhe do të ndihesh se po bën progres në fusha kyçe të jetës. Gjithashtu, Dielli dhe Merkuri në retrograd po afrohen në harmoninë e tyre, duke të ndihmuar të shohësh gjërat nga perspektiva të reja. Mund të reflektosh mbi vendime ose plane të fundit dhe të marrësh ide të reja që të ndihmojnë në të ardhmen. Bisedat që ke sot mund të jenë frymëzuese dhe të japin njohuri të vlefshme, veçanërisht për çështje që lidhen me arsimin, udhëtimet, besimet ose publikimet.